Unë quhem Mëslidili, Në cilit vend? jam i lindur në Berllani. Na 69 na ka qitë brana në Berllani. Kom pas 15 vjetë. E kena ra një fshat Batllov që ty ka pas veç Serb një katun, e na hin katun midis Serbëve. Atëherë kish kon levizja, kish punu 3 javë, më kanë thonë që kena nejtë në rësh me këshyrë që ka po bëhet me familje tënë, apo na presin, apo na mysin. Se në konë 40 shpi, është libra agrarit që janë shqet emën për emën që janë ardhë që i ka për kralli atëherë. Merë të kësa durve shko me nejtë në Kosovë. E këto kam kushëri, edhe unë e ri 15 vjeqë, dullëm në vend huj, katun të huj. 15 vjet i ke pas kur ka fillu lufta? Kur im dalë për Berllani, që më ka qitë liqeni, kur u maru liqeni Battlovës. Edhe që këm u konë kryetari lidhjes rinis, në komunë Podijës. Ma ka qu një pozif, një thirje. Merra thirje, qa kum bo une? Vetë i thesha që ka kum bo. S'kum bo kur që. Edhe dalë në Orlan e Zateti këto. Nashta kjo ka arru. Thëm kush më ka arë një thirje, diqka tybe, kur gjë s'kum bo. Mu lejmru në Podijë, që ka mu lejmru në. A ki që aty? Thash po, është i dërën, gjep, jadho. Tha unë ta kum dërgu. Pse? Tha më të bo kretar të lidhjes së rinis aty të fshatit. Tha të në shkolle, me vazhdu, qka dush. Thash kush, a bërë me mbarë që të pozif. Thash se une jam në vend huj, do të me mojtë familjen. Në kanë kush të terona me mojtë familjen në të kona, edhe me dalë për i shpis tonë, qysh mazi. Edhe ka marrë pozifin, unë e gabova. Merë shonca, këmë afroj shoncën, po unë e gabova. Se merë ato, po në aty kryetari liesër, nise ka dalë në Podijë, vjen tha ja të paguj me ditjen, po unë isha i ri. I ri, po. E tëra që aty jem mende, jena barevat, prej arën e kem për malësi Shkodrës. Qka man men prej kur je ka një vogël? Qfar kushte i keni pas? Qka keni punu ma para? Po qka s'ke punu? Po qka kom punu? Qka s'keni punu? Mëra valla qka kam punu një dore njerit e kom punu edhe une. Mu ka duft pa tjetër, duft me mbajt familjen. Na në rëgë jo, babën e kom pas në kooperativë bujësore në punë, po me një rëgë vogël kërë jena konë Kallablak. Sa vetë jeni kanë me një shpi? Jena konë 18. 18 vetë. Edhe që aty jemi të jetu, tash i kom sen të mirë punojmë. A ma mirë koha atërit atash? Ja, atëherë u konë mirë, dashnia u konë me mirë, po s'komja u konë e tepërme. Atash pasuni ka bëllë, po s'ka dashni nuk i me kanë me nejtë. Pse? Nuk i me kanë mu shoqinu, nuk i me kanë... Edhe në të afruat, ka interes diqka se s'tafruat. Pse? Po pse, edhe unë nuk e di pse. Atëherë na shku kena nejtë. Mazdarë këmë na shku kena nejtë, kena lu me letra, me filgjona, me... U knaqë, një shosh mëlla në tavan, një shosh arra, që ashtu kaleshu të një 2-3 natës. Tash shka kërkun. A keni pas shumë musafir në atë kohë? O, musafir, një natë me metë pa musafir, që ka bu që tërë dikush. E tash? Tash s'vi kërkush. Tash për Ramazan du të me thirë një ftara po vjen. Me thirë. Në thirësh vjen, mëse thirësh nuk dihe që kërkush. Pse se di, kush e ka bu kjo më dere, po thënë tash. Ka u qatë ta mina Allah. E për Bajram a keni pas shumë musafir? Për Bajram, po vjen duhe gluhe. Ka me hupe dhe Bajram i krejtë. Pse po tho? Ska njerëzit po ecin, pun mas punëve të vetas, po kanë kohë, nështë është ma mirë, atëherën kënë njerëzit pa punë, verës kanë punu e kanë marë verën, e ka bu bukën edhe i ka bu drutë, kënë maj fortin në fshatë. Se a i konë zotni, si ka bu drutë edhe si ka dollë buka, u duhet të lashe ku me gjithë bukën me mërë. Kër u konë 56-ën, u konë krize e bukës, 56-ën, u konë që s'ka pas bukë. Po. Kur u konë krize e bukës, 56-ën... Në konë ma shumë vite, veç ai vit ka qenë karakteristik shumë. Ai vit u konë me majtë men.
Po unë jam Aq 54. ka pas mungesë bukë, sa që shumë Kosovarë do është më gjetë në Vojvodinën në shku më ble Kallamak mise. kuq. Po. Balaban livadhet, karesh zëti ufla, edhe hitha, pej lapi, jë ndalë me thas, edhe rrajtja o ka nuk, me pas pak miell me qit një pet, e me qit laknat me hongër, se gjon kam pas, bilmet kam pas. Me hongër laknat mësë me prish petën, me qit edhe një. Tona mo ka pas, qenë boj darëm njëni me tjetrin, s'ke pas ti, kom pas unë, s'kom pas unë, ke pas këtë tjetri, jenë harnu. E me punë të tokës që shi kanë do burrat këtë nërë? O, loj, kanë punu burra gra. Qka kanë punu gratë? Gratë kanë punu, kanë mbledh son, Po. kanë herë, kanë kër, me drapën kanë kër grunin. U duhet me kër, me gra, me krejtë të shpinë, se me gjosh ka la mëqin, Po. se vetën një së në punon, tash jenë dalë, mjetet ka, tash është tjetër jetë. E burrat e ju kanë imu grave këtë? Po, bashkarisht. Po. Unë kum gatu, vetë. Ke gatua? Po. Qka ke gatua shpesh? Kum gatu bukë, në di me gatu bukë. Në luft kum gatu. Qëta në luft, se gratë e thmini hupu mi hëqëm për i shpjeve, se të aeroporti e kom shpina të që tha kushërini. Une me të mpa bukë, një qik një nipit, një tjetë fshatë shkoj ke marrë ke vlau një 2-3 ditë ushtëria, të ushtelëshin tash me ta nalë ushtëria, qiken qka bën ti? Qka bën ti? Thash, dë mjëllë të kalamojt e kam nalë, thash për qesi bukë, një Mustafa dhe ka punu në arsim, vallaj, tha s'kena hongër bukë, sa thash, vallaj, ki me majt men bukë burri. E më hikom gatu, i millë shumë lept, hongë shumë bukë, E kalamojt. kush të mësoj ty me gatu ka shmirë? A kom ditë. Ke dita? Kështë shanonën kër gatu i ke, që aty edhe kom ditë me gatu. Edhe di dhe qatë. Qka manë me prej nonës, na i fjallë? Në fejnonë shumë sene, po me ti numru të e sabas numru. Po diçka që se harra. Se nona na ka mësu, mos me bo zarar kërkun. Mos me vjedh, mos me rejt, me kun i sinqert njët, Po. kije përparsi. Nëse bosh hajduk, bosh problematik, sështë jetë ajo. S'ka dasht ajo me kërkon me pas fjallë të keqe. Kur hiq, kur hiq. Qashtu na ka duku, na ka rrit, qysh ka mujt në qatë krizë, qatë skombës. Unë në 54 shi lindun. Po. E unë se moj men ato po i nona që ka dhejke, që kanë hjek, me në zërare sharbonit e këmë pas nonën, djepin krah me thmi, kom 5-6 orë, 10 orë, me djep në krah. E jenë konkonat e shtira, tash në ka që zoti bëll, Po. pasu një bëll po men, po mdo këtë s'ka bëll. Ta trit po thënë, na kena men, na dim. S'ke ditë se s'ma ke lonë grandin, po grandin s'është e jemi, s'u kon kur, qish me ta lonë. Qa kom ditë, qa kom mujtë, kom 5 fëmijë. Qfar rinije u kona të ku? 3 dje me 2 vojza, 5 rinia u konë, si kur tash rinia është të njëjtë, dje me vojza në shkollën a konë, 8 vjetë në shkollë me gjenerat teme kush kur rehnë me vetis jem. Jena konë ma kena pas marrë. Tash marrë s'ka, të mija sa grima nuk mund është me veç qyrë do në vetë. Po, veç është dëmë. Po, se tjetër vakt ka ardhë, vakti ka ardhë. Atëherë u konë skamja madhe, fukarallahu i madhe, luftën qysh tha kusha qysh e kena përballuar. Mos drejtë. Unë s'kam kërkan jashtë, s'kam përëndim kërkan, as s'kam pas, as s'kam, krejti kam këtu, se kur i kena njësë senet me Zahirin, se i ke kush del për i këtuit, atratar, du të me dek këtu dikush. Zahir për azit ja ke njëzë, unë kushëri, për shpis të unë, dhe ju ndalë ta krejt. 5 gjyshi, 7 gjyshi jem i pari, që orë në Irlandë të na kejt jem batë të katunët. A ke menuti me ikë prej Kosovës? Ja. Me shku jashtë, gurbet? Jo, kur jem konë në, veç me vizitua, me punu s'kom punu jashtë. Edhe qfar jetë e isha atje? Nuk di qa me thonë, ata kanë jetën e programume. Po. Punë, shpinë, na e leo punën që tash dalë që e shëtiti, atje s'ki kohë, se ta në rrëgën. E këtu,
e kena pas ma mirë, tash i kam punë mirë, Qa bën gjatë ditës? unë e punoj, hala punoj, Qka punon? unë e punoj tëkën, i kam një 20 hektar tëkë, Po. kam autobusa, të mitë, një firën dita në shteke po, Po. shkojmë në për kahmës, punojmë kahmës, kena klenta, kena meq, kena shuk, neve në nxeni Kosovë. Neve në nxeni Kosovë. E sa vjeti ke pas kur je martu? I kom pas 23. 23 vjetë. E gjejtë e veta me mësi? Jo, Allah vesh kërë ma kam pru sëbë. Me mësi, a? Kush ke mësiti? Jo, ka një hajdini i Turqicë. Edhe që shë pritë ti? Që po dojmë me të mësit no? Pa unë e heqë, unë e ikë se morë. Ikë se morë. E sa vjeti ke pas? 23. 23 vjetë. A ma mirë me gjejtë veta me mësit? Nuk di që ka me të thonë, që ka e na martu me mësit, shumë pak që i nda. Rallë që i nda. Tash vetë kalojnë, vetë fejohen, vetë martohen, vetë dahën, unë nuk di që ka me thonë të. Së që ka me thonë të. Atëherë shuj se marre, pa sy, pa dërë, pa kom shuj se marre. S'ban miku, mirë, s'ban marre, s'gudzon për familje, jo që s'gudzon, bës marre. Po. Po konë tërë, po konë. Kështu tash tani tërë, pa në thejshë marre. atë. Edhe marre është, se nuk banë se me lu me fmit huj. është keq, po tash jenë tjera sene, si për femën, si për moshkull. Sinceriteti e manat punë, unë që 50 vjetë jam me grue, 5 i kam, na kur s'kena bota karrak. Qështë e ka leni? Shumë mirë, shumë mirë. Thmini kam 3 djemë, 2 vojza, kam martu, kam nipa, kam mesa, ma mirë ku me shku. A keni bo darsën? Po. Edhe qështë i kam bo darsën atë në po? Po këtë në herë që kam bo darsën, burrat, grata qik, burrat a qik, bullat jenë shku me marrë me kere, me nuse, me prunusën, qështu. I dindi atë veç. E tash qështë i bojnë darsën, ata të pëlqenjë? O, tash e të mira se kur të martohen dy qifta, Po. është knaqësi. Me ditë që i bojnë një jetë lumëtën, me kriju, se martohen me kriju një familje. E me kriju familje që në është familje të mira, ka ma mirë. E kur nuk krijon familje që në është, kur nisët me fillim, me zhurëm, me brenga, me telashe, shkon jeta me telashe. Kur nisët marë, nisët mirë, aty s'ka qare pa dole fëmija mirë, se që ta fëmi shohen që aty ka rejë është ti me grua për ditë. Edhe ata që ashtu rejët dhe la, mos s'ka ati hajrë. A i diqysh jetohet, po me pas knaqësi, me pas harmoni në familje, njeriun e plak mas shumë të familja që nuk ka rahat. Që të kish rahat në familje tone, nuk di mu plak bre. Të nditën del punon lëdhësh, kur të vesh të dere a shpis, haj me det ku me hitash nëse si kur kërën zjanë. Me gruja, ku dre që i kje, që ja bonë, që maru, me të shanat në, ma du të murrej me njerë, mos me i heq. Kur e din që e kje gruan që është ta më në shpe. Ta po bukën, ta këthe bukën, ta që të qajnë, edhe je zot një ma bet laf, ta më. A një më ishtë të najsa nusës? Po a i qëre veç budala, a i që s'është normal. Se këti në herë kena gatu, tash nuk gatu në kërkosh. Se tash ta bje bukën të dera. Se tira kushte, me po bukën ka piqet aty, ka sësët në shpëret. E mos më që me nëzirë bukën, ja me sjellë qatë bukë, unë e më budalë, nuk jam normal. Se gruja ka dalë dikun me punua, e nuk ka dalë për qef me leon bukën. E me sësë bukën s'ki qka hanë. E a marrën me një mua? Jo. S'ka që të keqë, po jo me ta qitë zullumin në shpinë. Kur je i lirë, se burrat da ngasin me pojdarën, me pru shpe, me pru fëmijë, gruja ma në shpinë. A je kanë gjelëz ti? Ja, hiq korë, korë hiq. Korë, a e gruja? As gruja, i budalë, dhe tjena që duhe. Mire pas t'i kalu. Pasha zëtin, ma mirë, unë nuk di. Edhe nona e ka që me babën mirë. Edhe nona u kone urtë, edhe gruën e kam të urtë, që 50 vjetë e si ka thonë kujtë hangë dreqi me gëvi. Asë misë. Ja. Qka t'jerë më trego, mua që ke qështu.
na e gjojmë rrugën, e gjojmë. Nuk ka shtëpi pa derë. E qysh ruhet një martesë për me kalu një qef mirë me zë? Me sinceritet, me drejtësi. Nëse je drejt, as nuk e tradhton gruan, as gruaja nuk tradhton ty, afërsinë me njën e tjetrin, që aty s'ka qare pa dalë mirë, s'ka shtek pa dalë mirë. A nëse është gjeloz, gruaja ja, burrja ja, qetra grua me mirë, qire aja, e tjetë mund t'i këshire, he bukën tonë. Po thu që gjelozia e prish martesën, a? Gjelozia e prish martesën. Nuk, kur martohesh, e ke marrë qatë gruat e mire keqe, ke pranu. Ti vete ke pranu. Edhe burri i miri keqe ke pranu. Ajo maj miri për ty edhe ajo grua është me mira për mua, kur vete pranoj. Po nëse kom pranu vetë, po mu ma kam pru. Po marrë shuj edhe u kryj puna dhe na kena kalu në jetë shumë. Fëmini kam të mirë, të shnosh. A dilni shpesh me nusën? Valaj, jo shumë. Se s'kena kohëna. S'keni koha, pse s'keni koha? Pse punojmë. Punojnë të dëta, a? Punojmë, ajo që aty me dëni pa të vëtër, na bubuk, telashe, rejat punojnë në përzyre, në për agjensi, verës, tash du të me vinë autobusat për ju dhe du të me pastru, du të me la, du të me fshit, du të me ndrejt, edhe dalim, po jo shpesh se s'kena kohë. A i bën a i dhurat në herë nusës? Për na flesja. Kur e kanë ma eri? Valla jo, se kom pas nonën, një teme nuk kom ble, im kon me grot vlau plaznive që na kom bashk, jam kon zot shtëpie për 23 vjeqe, nuk e kom ble një kese bombona, me adhon gruës së. E kom pas nonën, qa kom ble, ja kom qitë nonën për enë, doja thëmive. Nona ja ka dhënë tanëve dhe u krypura. Se qashtu prishet shpijat më. E qysh i kam pas raportet prindi me fëmi këtë në hena? Të na mirë. Të na në familje teme, babun e kom pas turt, nonën turt, edhe na qashtu jena mbetë dhe na qashtu. Se tash edhe fëmija mi jenë qashtu. Se zere po shkoj ka tradicionale, a nuk ti. A kina i mesazh për rinin? Rinia është shumë e mirë, jo pak e mirë, po shumë se në i du rinin shumë. Edhe i du fëmijën e vogël shumë. Se armëria është rinia. Se na flesh na shkume, kallotëm. Qa kena ditë, qa kena mujtë, na kena vepru më jullon juve dishka. Rinis. Po rinia në të vëdisohet, në të botë e meqme, në të trashigon në fëmijët tyne. Se aja pa dhe mu më kalën baba, diska unë e fëmijëve, fëmija mi, diku e qashtu shkon aja. Rëhen, se kur kush nuk ka me hupë fëmijë. Po, në të vedisohen, në të kenë kujdes rrëth martese mas shumëti. Mas shumëti rrëth martese. Tash po dahën e je gjikata, je kneja, e atër s'ka pas as gjikata, s'kur gjohë. Thash edhe pare, e ke pranu vetë, po du të me konë ndjonë shumë. Unë e pranoj, ti s'pranon, ajo s'është punë, mo. A kur është e ndjonshme, ata kanë me që jetë lumëtën, edhe kanë me kriju familje të lumëtën edhe të mirë. Edhe heq pa shujbe se po. A nëse ja nisin një vjetë, dy, ja qëm qikhoj, ja qëm Turki, ja qëm qiknej, ja qiknej, hajtë njëre, 2-3 dikur lodhët, a i s'munët. A shkon pushime? Po, shkojnë deti me grua, shkojnë boj, pushime gjithë, sa autobusat i kemë të hypin autobus, shkojnë verës, shkojnë deti na panal heq, shkojnë na ka 2-3 herë kështu dalim, po shpesh jo, se kena punë shumë, jena të angazhumë me punë shumë. Rejat i kam të mira, 3 reja i kam, tëna kanë fëmi, se janë punëtore, po nësë jau prishëm, thëmë punëni për veti, bile shpesh herë i thëmë, mos ha, mos punë. Krypuna. Ja ku marrë leje, tëna grajnë kerët, tëna shkojnë, del shkojnë të nona të baba, shkomre, kush po të nonë? Ti avozit? Po qësh, hale avoziti. Graja autobusit, halo. Faleminderit shumë për ju. S'ka përse, po shala shion për të mira, e zoti i rujtë. Shumë falem.